jetuar në Itali me bashkëshortin. Pasi Vera ka dhe filluan ofendimet dhe nga ai. Vera kësaj ka pas një xhelozi edhe për punën e lekut. I vetmi që ka besu ka këll ish Veri. Një nanë që si dhe në këtë mënyrë me ty nuk doli, i kam thënë. Nuk e që bërë ma këtu ka, se s'ke kur ma... Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni, të abonoheni poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme, këtu në live-in tim, unë do hap dritaren për një nën të re në moshë, ajo quhet Leila Oruçi. Është nëna e 3 fëmijëve, e cila u martua 18 vjeç, një shkodrane, u martua po në Shkodër dhe u largua për një jetë të mirë në shtetin italian. Por konfliktet mes saj dhe bashortit lindën në shtetin italian dhe shkaku ishte vjera e saj. Sot, ky çift është ndarë, por çfarë kërkon kjo nën? Do të jetë pikërisht Leila Oruçi, e cila do na i rrëfej këtë histori, por nuk është vetëm, gjatë intervistës do të bashkohet edhe motra e saj Griselda. Kështu që hap dritaren dhe ftoj fillimisht Leila Oruçin, nënën e 3 fëmijëve të mitur. Leila, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, sa kënaqësi që të njihemi. Kënaqësi që po flas dhe unë me ty dhe ke një emër shumë të veçantë, shumë të bukur. Faleminderit. Gjithashtu ti. E dashur Leila, ju më shkruajtët në Instagram, ne u lidhëm të dyja së bashku në Instagram dhe sinqerisht më erdhi shumë keq nga ato fjalët që kishte shkruar. Çka ka ndodhur në jetën tënde? Dhe pak shumë po të di që kur jemi martuar, apo që tani që jemi darës. Mund të më tregosh për jetën tënde që kur je martuar dhe deri momenti që u ndave fatkeqësisht? Jam martuar 18 vjeqe, kam qenë 18 vjeqe kur jam martuar, në vitin 2014-2015. Javën e fejes ka qenë në rregull, do të thënë kemi shkuar në rregull. Ju jetoni në çfarë qyteti të Shqipërisë? Shkodër. Por i fejuari në ato kohë, ai nga ishte? Nga Shkodër, por jetonte në Itali. Ka qenë emigrant në shtetin italian? Po. E dashur Leila, ti u njohë me këtë person nëpërmjet një mblesje apo me dashuri u njohët vetë? Në mblesëri. Me mblesëri. Dhe çfarë ndodhi më pas? Në fillim ishim në rregull, do të thënë derisa jemi bërë me fëmijë, pak a shumë. Po. Me bashkëshortin, ndërsa me vjerit dhe me ishkunatin që në fillim, do të thënë. Patët konflikte? Ka qenë të konflikte, debate. Pse? Ke pasur konflikte me njerëzit e burrit? Ka pas shumë raste që nga që të rrinin në qytet, ne vidim nga fshati, ka pasur shumë... Të kanë paragjykuar pse ti ishe një vajzë nga fshati? Po, shumë herë. Një javë pas martesës, me akuzuar, kishte fshirë, ishkulati kishte fshirë një pas fruzat e ish Verës. Po. Dhe me akuzuan gjoja që i kisha marrune. Të akuzuan sikur ti i kishe vjedhur? Po. Më vjen ka keq, por çfarë ndodhi në këtë situatë? Dhe një palë ruza 1.000 lekë, dhe me kanë 1.000 lekë nuk kushtonin ma. Mundova ja të tregova bashkëshortit, kështu ish Vjera i tregoj pritëve të mi, bisedova me pritë e mi, thash që nuk është e vërtet as pak, sepse ruza ti nxorri ishkunati, pasi iku Vjera, ishkunati nga Vjerës. Doja që i kishte marrë nga une. Kunati bëri gjithë të loj, sikur i kishe marrë ti dhe ai zbuloi të vërtetën dhe ja dha mamas. Po. Por ti kur u përballe me kunatin tënd që të bëri mashtruese, ai duhet çfarë i these? Është e rëndë dhe më vjen ka keq për ty. Unë i kash që e vërtet që jam rrit në fshat, po jam rrit me 2 pret, që një sotën jam rrit bukët ka të hajmë, por të prekim gjanet e tjerve jo. Dhe çfarë të tha ai? Jo, mi mbyllë këtë muhabet, ka pastaj ta mbyllim këtë muhabet, e rëndësishme është që i gjetëm.
Por Vjera të kërkoi falje që ta akuzoi kur ajo mësoi të vërtetën që ishte i biri i saj që i kishte bërë këtë veprim? Ja. Por burri të besoi të paktën? I vetmi që më ka besu ka kënë ish Vjeri. Ai të ka besuar që nuk e kishe bërë ti atë veprim. Po, vetëm ai ka këtë prahu tim që ditën e parë që jam martu, deri ditën që kam tek ka kënë për mu vend të babajt. Jo vetë babajt dytë. Të besoj. Ai të ka trajtuar si nuse dhe nuk të ka akuzuar për gjëra të paqëna. E dashur Leila, por çfarë ndodhi më pas? Si vazhdoi jeta jote? Se ti sapo pas ke vajtur nuse, të pas kanë akuzuar, nuk të kanë dashur. Si vazhdoi më pas jeta jote në Shkodër? Pastaj martesa unë ika për meso në Itali. Kemi jetuar në Itali me bashkëshortin. Po? Deri në 2019 që ka lind djali i vogël. Dhe si ka qenë jetesa nga 2015 deri në 2019 në Itali, që ti ke qenë vetëm me bashkëshortin? Mund të kem normale, pasi kemi qenë punë të dy, ai para dite, unë pas dite, kemi punu të dy, kemi bërë jetë normale. Ju sa fëmijë keni sjellë në jetë? 3. 3 fëmijë në jetë ti kesh të 3. Faleminderit. Dashur Leila, fëmijët linden të 3 në Itali? Po, të 3. Por çfarë ndodhi në martesën tënde? Pse jeni ndarë ju? Të kem të drejtën pasi kam ikë në Itali, nuk o si në fillim të më kanë, ishë bashkëshorti. Qa nuk kanon? Me ke je aty afër? Motra. Si quhet motra? Griselda, përshëndetje zemër. Brava, si kalove? Uroj ti jesh mirë dhe do flas me motrën tënde, do flas dhe me ty dhe sigurisht po më dhimbset. Po. Motra juaj, Leila. Besoj se kur ta dëgjosh historinë deri në fund do të rënditesh. Do e dëgjoj. Mirë, më trego Leila, çfarë ndodhi në Itali? Në Itali, pasi shkova në Itali, kam shku 18 vjeçë. Sa shkova atje, kërkova, kisha qef me punu vetë, nuk jam me këtë mentalitetin që me punu burri, gruaja atë. Të dy duhet të kontribojnë për familjen, e qartë, është e kuptueshme. Po? Kam shkuar atje, kam shkuar me punu, vite puna që të merja rrogën. Po? Konte, s'dush me majti rrogën, po jam unë e burri. Si, ai nuk të lejonte ty që ti të mbaje parat, të gjitha parat që ti merje nga puna jote, ai ti merrte të gjitha? Po. Pastaj kur shikoj se doja mi majt vetë parat, nuk e pse me shku me punu, ka dhe se rri pak të shpi, balkon të shtëpisë dhe maj fëmijët. Unë nuk arrito t'i kuptoj meshkuj shqiptar të cilët i konsiderojnë gratë si një pronë që ajo duhet të punoj, lekët ja dorëzoja atij dhe gruaja nuk ka të drejtë të mbajë asnjë lek në xhep, qoftë për të blerë ku ta di unë, se po flas tani që dhe një pakolinës që i duhet për kjo është e tmerrshme. Në çdo bisedë që bani, do të pyeste nënën e tij herë, pastaj do të konsultohesh me mua. Ai pyeste nënën e vet për çdo gjë? Për çdo gjë. Më pas kam ngela stazon me djalin e madh. Po. U detyrova të rria në shtëpisë, atje nuk u lejohet me punu. Po, gjatë kohës që ke qenë shtatzën e qartë, e kuptueshme. Madje në momentin që kam shku me djalin, kam shku vetëm me komshit në Itali, sepse ai s'ishte prezent. Si, ditën që ti do lindje, ai të la vetëm? Po. Po ku ishte? Kishte shku për të marrë nënën e tij në bari. Atë ditë që ti do shkojë në spital, të sinin një jetë fëmijën, do boshit prindër të dy, ai atë ditë shkoi të merrte nënën e vet. Po. Dhe ç'a ndodhi më pas? Vjera erdhi në Itali, tek ju.
Po, pastaj Vjera erdhi, zën ka të shtuar edhe më shumë. E dashur Leila, dua të flasim sinqerisht dhe hapur. Çfarë kishte kjo ish Vjera juaj me ju? Pse ju trajtonte kështu dhe sa herë kishit konflikte? E vetëmja gjë që kishte vetëm që ishit pak më lartë me ekonomi dhe që rrini në qytet. E vetëmja gjë. Dhe kjo ishte arsyeja që ajo të bulizonte, të shikonte ty si një vajzë nga fshati që ti nuk dije dhe vetëm ajo dinte? Po. E dhimbshme. Dhe çfarë ndodhi konkretisht në familjen tuaj kur Vjera erdhi dhe u bë prezente dhe sapo kishte ardhur në jetë dhe fëmia? Pasi Vjera ka ardhe që ti djali nuk e ti mori zemrave ish bashorti, filluan ofendimet dhe nga i, sikur mos mjaftonte ka nëna ati u vaj, filloi dhe ai. Ai të ofendonte pse? Po s'kishte një arsye. Që atë që të bëja, nëse të kërkon të një gotë uj, kërkoshte masje një gotë uj, ka pas rase që hirte idiotë masje dhe një gotë uj. Dhe të ofendonte? Po. Pra, le të themi që dashuria mes teje dhe atit kishte filluar të shuhej, të mbaronte. Ndoshta s'kishte asnjëherë. Nuk ishte lindur asnjëherë kjo dashuri tek ju? Kështu mendoj. E dashur Leila, sa vite jetove ti me bashortin tënd? 9 vite. Në këto 9 vite ti e dashuroje atë person? Po. Por ai të ka dashur në fillim, e ke ndjerë dashurinë e tij? Ja. Unë tham po. Si e mendoj veta urkem jo, se një njeri që nuk të ofendon, nuk tur para tjerëve. E vërtet. Një njeri që nuk të respekton, sigurisht dhe nuk të do. Griselda, përshëndetje. Përshëndetje, si kalove? Mirë se po flisje, po ta dëgjoja zërin dhe je në krah të motrës tënde. Po, kur e dëgjoj këtë historinë, smotri pa u përzi pa ka ditë se. Ju dyshoni? Ma shokrej kjo. Je motër. Ju dyshoni që dashuria humbi mes motrës dhe kunatit për shkak të Vjerës, së nënës? Unë mendoj se kjo shikon grinjet mes tine kalar vetëm për atin e dyve, se në fillim kur nuk kishin këto dy, si nuk u përzishin këto dy në fejis, për shembull që kanë pas kohën e fejis, kanë shku shumë mirë, por unë mendoj se Vjera kësaj ka pas një xhelozi edhe për punën e lekut. Sa kur e kishte burin beqar, që ishte beqar, thote që ja niste lek kësaj, gjithë që punonte ja niste kësaj. Vjerës. Edhe këtë është e pavit është se kur u martore kjo se shtu një smale, ka kupton? Edhe kjo besoj se ishte xhelozia më e madhe. E Vjerës për shkak të parave dhe nisën konfliktet. Fillun mama i gjanët, hupen gjanët e unaza e arit, unaza e rreti martes, varset e këto gjanët i hupen. Ka qëllu që kemi qenë me mamin e babin atje të këta të ne për drejk. Dhe Vjera kishte unazën e kësaj. O mami të tash, ja unaza që kiti në gishtë të tëtë. Po shumë i bën ajo Vjera i tëtë, po shumë më sfëllti i tëtë. E mbi ka keqë nga shumë e ullët, nëse ka arritur deri në këtë pikë. Dashur Lila, por le ta vazhdojmë bisedën bashkë. Griselda ndryri një moment dhe na tregoi këtë episodin që më vjen keq që ka ndodhur këto episode me Vjerën tënde. Të ka marrë unazën e martesës, ta ka shitur dhe nuk ta ka dhënë, kjo është e pafalshme. Por ndalim tek Italia. Ti solli në jetë fëmijën e parë, të dytin, të tretin. Pse qëndrove me një person kur e kuptove që ai nuk të donte më? Pse qëndrove kaq gjatë? Ka pas shumë raste që i ka kërku mundat parë se me bë fëmijë madje. Parë se të bëni s'kisha fëmijë fare. Se parë se të bëj ngel shash të zënë më akuzon që nuk bëj fëmijë. O Zot. Nuk i aftë këtë asbilar fëmijë.
Kur ti I kërkoje ndarje? Një vjetë. Kur ti I kërkoje ndarjen, ai si reagonte? Kur ti I kërkoje që të iki? Ja, poshtë. Nuk donte. Nuk donte. Por çfarë ndodhi? Pas një rast që më ka një herë isha këmbgul se doja se s'bën divorcin. Sepse mendoja është më mirë para se të bëj fëmijë, që fëmijët mos mundin pastaj që po vujt sot. Dhe çfarë ndodhi? Më parë të vraska se të jap divorcin. Si vazhdoi jeta jote? Se ti solle një jetë 3 fëmijë me atë. Çfarë ndodhi mes teje dhe atit? Normale, nuk mund të kem që ka pas unë apo diçka. E kaloja ditën punë, pasi vija për punë, u mesha me fëmijët, Por babai me fëmijët si sillej? Ftoft, mirë, jo shumë si duhet. Por Vjera jetoj me ju në Itali? Ja, në Shqipëri. Ajo erdhi për vizitë dhe iku prap. Po. E dashur Leila, pas 9 viteve martesë, çfarë ndodhi që ti dhe fund martesës dhe u ndave nga ai person? Për të them të drejtën, e ka kërku ai divorcin. Të ka ndarë ai në fund. Po. Çfarë ndodhi që ai të kërkoi divorcin? Ai më ka në 2012, masi ka lejnë djali vogël, 5 muaj ka kënë djali, më ka do shkojmë për pushime në Shqipëri, dhe do kemi prapë. Po. Pasi ka marrë këtu, ka ikë me taku prit e vetë, unë shkova me taku prindrit e mi, dhe pastaj ka ikë në Itali ai. Nuk e dija se kishte ikë në Itali. Dhe ty të la me fëmijët tek prindrit? Po. Kur ndodhi kjo, para sa kohësh, qa viti? Në 2019. Në 2019, ai të gënjeu, tha do të vem në Shqipëri dhe të la dhe të praktisi dhe iku. Po. Nuk pati fuqin ta thoshte në sy që do ndahemi. Jo. Pasi ka ikë në Itali, ka folë me prindrit e mi, I ka thënë babit nuk mund të I maj ma, të rrinë atje. Wow. Mirë ty, nuse nuk të ka dashur dhe të la, por dhe fëmijët e vetë? Po. E dashur Leila, ti arrite të komunikoje me ish bashortin tënd pasi ai të braktisi? Tentove ta merrje në telefon? Po, arrita me folë me të, se kisha problemet se unë kur isha në Itali, isha në punë. Pasi ka gjithë djali, ka shku në punë direkt. Po? Unë kisha marrë leje vetëm sa për pushime, 1 javë, pushime, 2 javë. E qartë, e kuptoj. Dhe kur komunikove në Itali, bashkë me fëmijët. Dhe çfarë të tha ish bashorti kur ti komunikove? Nuk e qa bërë ma këtu ka, se s'ke punë ma. Por ti pse nuk more fëmijët dhe të shkojë në Itali? Fundi ati kishe një punë, mund të merri një shtëpi me qira dhe të vazhdojë jetesën, bëje divorcin, ai të pagonte detyrimet dhe ti të jetoje në Itali aty ku lindë fëmijët. E vetë që më ka pengu, ka ketë prokura e ti. I nuk t'je prokurën për fëmijët. Po. Por fëmijët I ke regjistruar në Shqipëri? Po. Fëmijët kanë në shtetësi italiane? Po. Dhe ai nuk t'i jep një prokurë që ti të shkosh në Itali? Vetë kjo ka pengu prokura ti. Ja ke kërkuar? Po. Ka 6 vite që në 2021 që jemi darë me dokumenta që ja kërkoj. Divorci, në 2021, po? Në 2021 ka përfundu ndarja. Ndarja, po. Dhe çfarë të ka thënë kur ti ke kërkuar prokurën, që ti ke të drejtë të shkosh në Itali? Po, unë kam thënë vetëm që po mundosh me mba këtë shmu, por I ba këtë shmive tuj.
Dhe kush ishte përgjigja e tij? Nuk më intereson, vetë që kërkuve i majtë, për Tur për një baba që sillet në këtë lloj forme. E dashur Leila, ti bëre divorcin, u ndave në 2019 fizikisht me të, më saktë ai të braktisi, në 2021 ti u drejtove gjykatës dhe u krye divorci. Çfarë vendosi gjykata për fëmijët? Gjykata për fëmijët ka vendosur që fëmijët i baje unë, ai të kontribonte 210.000 lekë muj, të vitit ti takonte 2 herë në vit, dhe ti bërte 1 herë në javë në telefon. A i kryen babaj të gjitha këto vendime që ka dhënë gjykata? Jo, asnjë. A i nuk e ka paguar detyrimin ushqimor? Jo. Pse nuk e ke denoncuar te zyra përmbarimore që ai nuk ka paguar asnjë lloj detyrimi ushqimor për 3 fëmijët e tij? Kam shku edhe për zyra, nuk më falon zgjidhje, kërkon është Italis, kemi çmë i bë. Jo, e qartë, ai është në Itali, por nëse bëhet një denoncim te zyra përmbarimore, ai kur të vinë në Shqipëri, ndalohet dhe shkon atje te zyra përmbarimore të japi një përgjigje. Kështu që nuk ka pse të thoj zyra përmbarimore është në Itali dhe ne s'kemi çfarë i bëjmë, sa i vjen në Shqipëri. Këtë përgjigje kam marrë nga... Po me fëmijët e vet, flet? Jo, vetëm për rastet e ditëlindjes që ka ditëlindje fëmijët. E dashur Leila, po fëmijët të pyesin për babain? I voglin, ku e se së një fare, se ka kërë i vogl kur ka ardhur këtu. E dhimshme. Po dy të tjerët të pyesin? I maui i ka pa pak situata, i ka pa diçka gjëra, nuk më intereson këtë. Po njerëzit e babait interesohen për fëmijët? Ata jetojnë në Shqipëri, besoj. Gjyshja i shkunati, jo, ndërsa hoxhat e ti, hallat e fisit ti, marrin flasin me fëmijët, vini takojnë. E dashur Leila, gjithë problemi që ti paske është prokura. Fëmijët kanë lindur në Itali, ti ke dokumenta të rregullta në Itali, por ti nuk shkon dot të jetosh atje sepse ish bashorti nuk ti jep prokurën e 3 fëmijëve dhe kjo është arsyeja që ti ke ngelur aty në Shkodër tek shtëpia e babait. Nëse bashkëshorti do na dëgjonte, kërkon të japësh një mesazh? Vetëm i them vendos fëmijët përpara, pastaj pritni vendos veten. Metoja cila është më mira për fëmijët. Ai ka nisur ndonjë jetë të re në Itali? Po. Është martuar? Po. E qartë, ai ka jetën e vet, le të martohet, të trashëgohet, por mos harroj që me ju ka sjellë një jetë 3 fëmijë. Po mos harroj fëmijët hanë çdo ditë, shkohen çdo ditë, rriten çdo ditë. Shpenzimet e fëmijëve rriten çdo ditë. Dhe të besoj, jetesa është bërë e shtrenjtë, çdo ditë më shumë bëhet e shtrenjtë. Dhe ti je e vetme dhe ai nuk kujdeset. E dashur Leila, si ka qenë jeta jote nga 2019 deri më sot në Shkodër, te dera e babait? Vështirë, nuk është e lehtë me të rrisësh 3 fëmijë në shtëpinë e babait, kur je edhe pa punë, pash asnjë të ardhur. Ti ke 6 vite që jeton aty, nuk e ke nisur jetën nga e para. Jo. Unë uroj dhe shpresoj dashur Leila që ish burri juaj të na dëgjojë, mbi të gjitha të ndërgjegjësohet për hir të 3 fëmijëve, sepse realisht unë e them me plot gojën, nëse kjo histori është e vërtetë që ti po rrëfen, ai babat këtë turp që lë 3 fëmijët, shijon jetën e tij në Itali dhe i lë 3 fëmijët për bukën e gojës në Shkodër dhe mbi të gjitha nuk të jep të drejtën ty të japin një prokur që ti të shkosh në Itali dhe të vazhdosh jetesën me fëmijët, por të ka sjellë në Shqipëri, të braktisi, të la aty dhe të mban peng të asaj prokure që ti mos të lëvizësh dot. Kjo është e turpshme. Për shumë e turpshme, nuk i tolen vitet që morën, pak të vllajt të jetoj vitet në vazhdim. E dashur Leila, unë të uroj të jesh një nënë e lumtur, të uroj të zgjidhet ky problem, ne të dyja do mbetemi bashkë në kontakt dhe uroj dhe shpresoj që ish bashorti juaj të na ndjeki, live-et e mia ndiqen, uroj të na ndjeki, të më telefonoj dhe do bëj të pamundron të të ndihmoj me zyrën përmbarimore aty në Shkodër. Faleminderit. Të përshëndes. Mirupafshim.
E dashur Griselda, jemi të dyja sërish bashkë dhe sinqerisht u preka nga historia e motrës tënde. Për zotin them drejten, unë është që prekëm gjithmonë kur e një se kur lini vajza, në ka në rasti që kam qenë ati kur ka lind motra. Po. Dhe nuk pash asnjë lloj përkujdesit për fëmijët, asnjë lloj gjaje për ta. Dhe u kujdes për fëmijët e vet si baba, din? Se shikojnë babë, ne edhim fjalë të malla, kupton? Edhe fjala bab është e madhe, sigurisht që është fjalë e madhe. Në anë ati as nuk pash asnjë përkujdes për fëmijën, asnjë përkujdes për motrën. Madje kur ishte shtatzan një javë para se me shku në spital për me linë vajzën, do të me konsumu vetëm perime, nuk konsumon të gjëra tjera se evite për të vjellë nga ato. E qartë. I thot motre se thot, pse s'han këtë që hajmë nati, po me gjëra tjera, se nuk banë, se i hargjon gjanat, i thot. E i fjanë që u përmend edhe puna e ushqimit. Dhe është e rëndë. E dashur Griselda, kur ti ishe në Itali dhe e pe këtë situatë, nuk i fole kunatit tënd që çfarë është kjo sjellje? Po, ka pas raste që kena dalë në gjiro me të me makinë dhe i kam thënë që do të më ndrysho sjellje, se kjo sjellje nuk është e mirë. Mos me negju nanën, mos me negju babën, se çfarë thot, mos me negju vllën. Ka ndodhur shumë herë që unë ja kam thënë në sy që mami jote kam thënë nuk ta do të mirën, më se një nanë që sillet në këtë mënyrë me ty nuk don, i kam thënë shumë herë. Po, si ati është mami jeme, s'kam që i bëja mami jeme. Pse nuk e kanë dashur motrën tënde? Si thënë, lidhja aty ne filloj me dashnije, se vjera ishte ajo që e kërkoj për nuse. Vjera ishte ajo që ja bëni mbledhëri. Vjera ka qenë ajo që e bëri me mbledhëri dhe vjera ishte ajo që nuk e donte. Donte me e prish, ajo. Ka ndodhur që kur u ba fejesa atine ishin të lumtën të tanë, doshin të tanë fillim, por kur shkoshin me mamin, se kjo kishte një dyqan që ishte vezë në Shkodër, në qytet. Edhe i thot mamit, i thot, kam qef, i thot, vojze mirë, kështu i thot, po nuk më pëlqen i këtë se rrinë e urt shumë, i thot, a shumë e urt, nuk s'ban za. Po mirë, i thot mamit, i thot, të pëjta me se që ka shu të flasin i fje më shumë. Në atë moment, kjo fillaj të mësu me ta, fillaj të i njohë që kush janë, edhe fillaj të full më shumë. Së më pëlqen i thot mamit se fillaj të full, thot shumë kërtesh. Po si thot mami, thot, se tesh kjo i thot nuk është me buton që e të flasin, e mos të flasin. Bile, si kënë unë qësh momentin e parë që i kam thënë motes, që dhe unë po mu nuk më ashtë se më pëlqen i kërëbi, po që nuk më duket smjet. Por fatkeqësisht, pas 9 viteve ata u ndanë dhe sot motra juaj me 3 fëmijët është rikthyer në familje tek babai, tek nëna dhe jeta është akoma e vështirë dhe ai nuk i jep një prokur. Fix. Vetëm për atë prokur, si thonë, kanë me të fëmija këtinan, se si thonë në Itali, anejna janë gjanat e fjemat mirë, shkollat e gjanat, arsimet e gjanat janë i fjemat mirë se në Shqipëri. Pas ndarjes së motrës me kunatin, ti ke folur me ish kunatin, i ke thënë që pse ai sillet kështu, nuk paguan detyrimin ushqimor dhe nuk je prokurën, çfarë përgjigje ka kthyer ty? E ka marrë telefon, ka qenë para në gusht, në muajin gusht, ka arë në Shqipëri, ka deshmik me taku fëmijë. Po. Dhe ka shku tek shtëpia motrës, ka shku me gruan që ka tash. Po, se është martuar. Po, më tregoi Leilaja. Ka shku me gruan që ka tash, ka shku te motra për me taku fëmijët. Po vajza kur është, vajza të merrohet, vajza ka shumë frikë. Babain? Po, e ka frikë për arsye se mendon se e merr me veti. Se nuk e njeh. Edhe djali i vogël thosh nuk e njeh fare, nuk e njeh hiç. Dhe çfarë ndodhi? Sigur ne ju tregojmë telefon, ju thënë sa baba juaj, a dhe në gjallë kështu, po këta nuk ka shoh se si kur se takojnë, kur se rrinë atë nësinë e babës, vetvetiut nuk ka shoh, nuk i njeh me babën e tine. Dhe çfarë ndodhi në atë takim? Motra i thot që qa gruan, i thot ku ke marrë ke qa e gruan, i thot mleni gruan të shtëpia, hajde takoj, thot nuk mleni këtë gruja që me ashu vetëm, nuk mleni që me lëviz vetëm. Po mirë, i thot motra, ikë dhe ti, thot mas hajde, thot
fëmija leqe kishit frikë. Po kur erdhi me gruan aty filloi të marr fëmijë kështu. E qartë, njerëz të panjohur që fëmijët trëmpeshin, se nuk I njihnin. Janë të vegjël. E qartë. Po. Edhe ikën, nuk erdhi më. I tham, e kam marrë pas një javit, I kam thënë, a ke qefi thash për me I taku fëmijët se më dhinte, se normalisht se babë më dhenet. Edhe I tham që, a ke qef marrë me I taku, I tham. Po, thët, kisha pas qef se të marrë me I taku. Okej, I kam vetë, son jam të shtëpia të babi, I kam vetë, hajde, I kam vetë. Kur dush më nësh marrë me I taku. Prit, të nditet nuk erdhi. I kam vetë adë marrë për me taku fëmijët. Kurhet, jo, të ka 3 ditë që ka marrë fët një talizet. Po si ka vetë, unë që prit ty ka vetë për me taku fëmijët, ti ke 3 ditë që ke marrë një tali? Po, thët, jo, s'kam kurhet për me taku fëmijët. Po ti kur s'ke kur për fëmijët tuj, si ka më ka vetë, mësë me kemë ka qashtu e ka vetë, ashtu atë me të mali për ta, I thamë, a mërzitesh kur I shef mi tuj të urrit, ka ty, I thamë. Mërzitëm, thët, po që me ba, thët. E qartë, është e kuptueshme që nga përgjigje që ka dhënë një baba të vinë në Shqipëri, të ketë kopa takuar fëmijë, do bëj gjithçka që ti takoj dhe ti përqafoj ata fëmijë. Ai është larguar dhe nuk I ka takuar. Por kur I ke thënë për prokurën, çfarë të ka thënë? Jo ka thënë, nuk mund të la me arë këtë një tali, ka thënë se më prish punë. Po pse kush është ai? Mi prish punë të mia. Kush është ai që mund të ndaloj të drejtën e një nënie të shkojë në Itali dhe të jetoj? Dhe shperat e din se po të shkoj atje, e din se atje ka jetën më të mirë. Kë mundohet të shi që me e lalë të për me e ba me vujtë. Për me ja vujtje. Kjo është qëllimi ti. Griselda, ne do flasim bashkë edhe pas kuintave, patjetër që unë do të ndihmoj, ai zotri duhet të di që nuk paguan detyrimin ushqimor, ju do t'i bëni një denoncim, dhe në momentin që ai nuk paguan detyrimin ushqimor, nuk I takon fëmijët, sipas vendimit të gjykatës, kjo nën ka të drejtë të kërkojë nga gjykata që të jetë e lirshme për të dalë jashtë territorit të Shqipërisë. Ata fëmijë kanë në shtetësi italiane, kanë nevojë për ndonjë larg qoftë për ndonjë sëmundje, por mbi gjitha kjo nën ka dëshirë të shëtisi fëmijët dhe t'i nxjerrë për pushime në Itali dhe në Greqi, dhe nëse ai I pengon, është gjykata që e jep të drejtën, sepse ai nuk është I baba I përgjegjshëm që ka paguar gjithçka për ata fëmijë, por është e kundërta. Kështu që pas kuintave ne do flasim bashkë dhe unë do të ndihmoj për këtë pjesë. Por e dashur Griselda, unë jam e sigurt që ish-kunat juaj, burri Leilas, do na ndjeki, pavarësisht se ne nuk ja bëm publik emrin, por ai që e njeh këtë histori e kupton për kë bëhet fjalë. Do dohet I përcjellni një mesazh ditën e sotme në këtë live? Mesazhi im është që kjo të jetë e lirë. Mos ketë pengesa nga ai, vetëm ja të prokurë dhe si gjë më shumë. Ky është mesazhi që I drejtoni ish-kunatit. Vetëm atë. Të vazhdoj jetën, të jetoj atje ku është dhe inshallah se ikon asaj fjalë se gjen nga Zoti. Uroj që ai të na dëgjoj, uroj që ai të ndërgjegjësohet dhe ta kuptoj se çfarë po bën. Për Zotin kur s'është ndërgjegjësu drejtësh, se zërë më ndërgjegjësu më. Kur se kanë prek fëmijët e vet, largësia nga fëmijët e vet, se besoj se e prekun. E dimshme është. Më erdhi shumë keq që ditën e sotme dëgjova këtë histori nga motra jote, dashur Grisel, dhe ti në mbështetje të saj fole dhe tregove pjesë të historisë. Do mbetemi bashkë në kontakt dhe uroj të bëhet më e mira për motrën tënde. Okej, faleminderit. Ju përshëndes të dyjave dhe mi puth fëmijës, se ja dëgjova zërin që janë nga dhoma matan. Mirupafshim. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë uroj dhe shpresoj që ish bashkëshorti Leila Oruçit, babai 3 fëmijëve, I cili jeton në Itali, ka nisur një jetë e re, është rimartuar, ta ndjejë këtë live, të ndërgjegjësohet dhe të më telefonoj, sepse në fund të gjithçkaje, kjo nën kërkon një të drejtë, t'i japi prokurën, siç ai jeton në Itali, I lumtur me familjen e vet, t'i japi të drejtën ish gruas për hir të fëmijëve, prokurën që dhe ata fëmijë jetojnë në shtetin italian, dhe ky baba unë nuk e kuptoj. Të vi gruaja, ish gruaja me fëmijët në Itali, ti ketë afër fëmijët, do ishte gjë më e bukur. Por ky baba kërkon që t'i mbaj larg fëmijët dhe kjo është e pafalshme. Uroj zotëri të ndërgjegjësohesh dhe të reagosh për hir të fëmijëve.
por nëse nuk do reagosh, ka institucione që japin të drejtën asaj nëne të udhëtoj dhe të vit jetoj aty në Itali me fëmijët e saj. Mirë, uroj që ai të më dëgjoj dhe të më kontaktoj në numrin tim të telefonit 069 99 55698 që ndodhet poshtë ekranit tim. Mirë dashumish, kemi ardhur në fund, ju falenderoj dhe juve që më ndohë që deri në fund të këtij live-i. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live më odetën, mos harroni të më shkruani dhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër. Miropafshim.